Ngjarje e rëndë në Itali zbardhi dëshmia e 55 vjeçarit shqiptar që vrau ish gruan. Të tjera detaje kanë dalë në dritë nga ngjarja tronditëse ndodhur mbrëmjen e së shtunës në Tolentino në zonën e Maseratas, Itali. Kujtojmë se 45 vjeçaria Gentiana u qellua për vdekje me thik nga ish bashkëshorti i saj, Nikolaj Hudhra. 55 vjeçari me origjinë shqiptare banues në zonën e Perugjas me profesion fermer. Sipas të dhënave nga hetimet, Hudhra kishte kaluar ditën me djalin e tij, 21 vjeçar Mario. Më pas ai kishte marrë një skuter mjet i zgjedhur qëllimisht për të mos u vënë re, pasi viktima do ta njihte makinën e tij dhe ishte drejtuar drejt qendrës së fshatit në rrugën Benanduci, ku ndodhi dhe sulmi. Gentiana po punonte si kujdestare, po fliste në telefon me një mik në momentin kur është sulmuar nga pas. Hudhra e qelloi me thik rreth 10 terë me një terë rreth 30 cm të gjatë, të cilin e kishte fshehur më parë nën rrobat e punës. Më pas ai e goditi edhe me shkelma, ndërsa viktima ishte për tokë. Skena e dhunshme u filmua nga disa dëshmitar përmes dritareve të banesave përreth. Mbas aktit të rënd, autori ul në një stol pranë trupit të viktimës dhe qëndroi pa lëvizshëm. Një kalimtar u afruaj tronditur, ndërsa të tjerë dëshmitar mbetën të ngrirë nga shoku. Bëra atë që duhet të bëja, tani telefononi policin, ka thënë ai. Forcat e rendit mbritën pak më vonë dhe arrestuan në vendngjarje. Gjatë marrjes në pyetje ai rrëfeu krimin dhe tha se kishte planifikuar të vriste ish bashkëshorten për të liruar fëmijët e tij. Madje shtoi, donte të më helmonte, unë duhet ta liroja. Hudhra pranoi se ishte përpjekur ta vriste më parë duke pohuar. Ishte hera e tretë që doja ta bëja. Në makinën e tij u gjetën edhe thika të tjera, ndërsa njëra prej tyre ishte mbështjell me një qese plastike futur nën tubat e punës. Prokuroria ka ngritur akuzën për vrasjet, paramenduar e rënduar nga mizoria dhe nga fakti që viktima është grua. Hetuesit po vlerësojnë nëse do të kërkohet edhe një ekspertizë psikiatrike për autorin e rrëfyer të krimit. Nikolaj Hudhra kaloi natën e parë në izolim në burgun Montacuto të Anconës. Seanca për verifikimin e masës së sigurisë pritet zhvillohet mes ditës së hënë dhe të martë. Sipas autoriteteve nuk ishte shenja të menjëhershme që Gentiana ishte në rrezik, pasi ajo vionte aktivitetin e saj normal si punonjëse kujdestare.